Përshëndetje të dashur miq, ta mirë se ardhët. Përsëri jemi sot së bashku, edhe me një tjetër recetë, duke vazhduar kështu me menut e iftarit, por sot kam zgjedhur një nga recetat më speciale dhe të mia të preferuarat, qoftë në kajmak, njëjtë si në restorant. Pa humbur kohë, vazhdojmë menjëherë në kuzhinë në përgatitjen e kësaj recete të mrekullueshme. Vazhdojmë tani me përgatitjen e menys së iftarit për sonte. Në total do të kemi nevojë për 500 gram mish viçi të bluar. Mishin e viçit që unë po e përdor është i freskët dhe zakonisht e blej nga industria e mishit, Apetit Group, pasi është cilësor dhe mbi të gjitha është edhe halal. Kjo meny është e përshtatshme dikon për 6 persona. Nëse juve ju nevojitet më tepër, gjithmonë mund t'i 2 fishoni ose t'i 3 fishoni të gjitha masat që unë po i paraqes gjatë prezantimit të kësaj videoje. Vazhdojmë të mishi, të shtojmë një qep të bërë në rinde, imët, një vezë të plot dhe 3 lukë gjelle thërmia buke. Dhe sekreti që qoftat gjithmonë që mbesin të buta është te majonezi. Unë po përdor nga ky lloj majonezit, mund të përdorni çfarëdo lloj që keni dëshirë. Në total do të shtojmë brenda një lukë gjelle. Tani te mishi vazhdojmë që të shtojmë irza, por të parën mos të harrojmë që të shtojmë kryp. Kryp unë po shtoj vetëm një lukë çaj. Gjithmonë preferoj që të shtoj hudër pluhur, sidomos në Ramazan, vetëm të ndihet aroma dhe mos të shijohet hudra. Shtojmë pak. Pak majdanos të thotë. Piper zi, dhe pak borzilok. Vazhdojmë që të shtojmë tani spicën e kuq, duke mos harruar, sepse ajo është që do t'i jep ngjyrë, dhe në total do të shtojmë një lugë të mesme me piper të kuq. Dhe nëse e vrit, të gjitha erëzat që unë i përdora janë nga Ducato di Mantova. Vazhdojmë tani që ta përziejmë. Përzierja më së miri është të bëhet me duar. Në këtë mënyrë sigurohemi që të gjitha produktet që kemi shtuar brenda do të lidhen dhe do të bëhen bashkë. Sa më gjatë i ngjeshim, aq më të mira bëhen qoftet. Vazhdojmë kështu diku për 3-4 minuta. Tani vazhdojmë që t'ju japim formën qofteve dhe t'i bëjmë gati pjatat ku do t'i pjekim. Unë po përdor pjata të vogla të keramikës, përshtatshme për një person. Mund të përdorni çfarëdo lloj pjata që ju keni në shtëpi, ose mund ta bëni edhe në një tepsi të madhe. Vazhdojmë tani t'ju japim formën. Duar t'i bëni me vaj dhe unë sot po i bëj kështu, pak më të holla dhe më të gjata qoftat, pse mos ja ndryshojmë formën, t'i bëjmë në një formë pak më ndryshe, dhe në këtë mënyrë do të fitojmë një pjatë pak më ndryshe. Do të shtoni brenda në pjatë atë qofta sa mendoni se janë mjaftueshëm për një person. Ose siç ju thash, mund ta bëni të njëjtën recetë në një tepsi të madhe të vetme dhe pastaj t'i servoni duke i larguar nga tepsia dhe duke i shtuar në pjata të servimit. Pasi i rendisim të gjitha, vazhdojmë tani që t'i pjekim një herë në furrë. Fura është e parangrohur mirë në 250 gradë, do t'i pjekim diku prefersisht 20 minuta. Ndërkohë që qoftet do të pjekjen, ne do të vazhdojmë që ta bëjmë gati salcën me kajmak. Tani e bëjmë gati salcën në një enë pak më të madhe dhe më të thellë. Fillimisht do të shtojmë 250 ml krem kuzhine, krem pana ose hopulla për gjella. Kjo është kajmaku, që unë zakonisht e përdor në gjellëra të tilla. Pra është kajmak. Kajmaku është salca e qumshtit, jo salca e kosit. Pra nuk është si ajka. Ajka është e tharët, ndërsa kajmaku është i ëmbël. Në total do të shtojmë 250 gram kajmak këtu te hopulla. Nëse nuk mundeni ta gjeni në vendet ku ju jetoni, mund të përdorni krem djathi. Shtojmë vetëm 100 ml ujë, unë ujën e mata këtu te ina, ku e bëra matjen edhe të kremit kuzhinës. Dhe përzijmë mirë, derisa të bëhen bashkë gjitha produktet që i shtuam brenda. Duke e përzier trashet vetë.
Pra po e vrini, mos e përzijeni shumë që mos ju trashet shumë. Tani, si për të gjitha qoftave, shtojmë nga kajmaku që e kemi përgatitur. Kjo tani do të shkrihet përsëri, kur t'i fusim furrë, do të bëhet përsëri në formë të langshme. Dhe për të bërë ato të parezistueshme, do të vazhdojmë që t'ju shtojmë sipër edhe pak kashkavall të përndërinde. Tani kur do të shkrihet kashkavalli sipër qoftave, kajmaku brenda në qoftet, do të fitoni pjatën më të shijshme që keni provuar ndonjëherë. Ju sugjeroj ta provoni dhe ta ruani recetën, sidomos nëse keni mysafir. Jam e sigurt se do ngelen të mahnitur. Kashkavall do të shtoni atë sa keni dëshirë ju, pra nuk është me matje, sa keni qef që të shtoni brenda në pjatë, aq edhe mund të shtoni. I rikthejmë tani në furrë. Furra është në të njëjtën temperaturë, ashtu siç i pjekëm qoftet, diku edhe për 10 deri në 15 minuta tjera. Dhe pra të dashur miq, pjata tani është gati. Vazhdojmë që ta shijojmë me një iftar, me familjen tona, këtë pjatë të mrekullueshme. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.